Të dhënat e siguruara nga BIRN nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës zbulojnë një anomali të dukshme, ku volumi i ndërtimeve dhe çmimeve të pronave vazhdojnë të rriten, ndërkohë që numri i shitjeve të kurret. Në Tiranë çmimet e pronave pësuan një rritje gjatë viteve 2023-2024, duke e bërë strehimin një mision të pamundur për qytetarin e shtresës së mesme. Në nivel kombëtar, trendi i shitjes së pronave shënoi një kulm absolut në vitin 2022 me 37.684 kontrata, i pasuar me një tkurje thelbësore prej afro 17.2% deri në vitin 2024. Tregu shënoi sërish rritje gjatë vitit 2025, ku regjistruan 36.027 transaksione me pasuri të paluajtshme. Çmimet e pronave në kryeqytet për 3 vitet e fundit janë rritur mes 49.4% në zonën veriore deri në 74.9% në zonat e tjera të Tiranës. Për ekspertët, ky treg që dominohet nga blerës që nuk pyesin për çmimet është dëshmi ekonomisë informale dhe dyshimeve për pastrim parash.